Avokati, cili të pandi orjene? Rilin Mënasi. I shpisajt FSK-s. A mundoni me na treguar çka ka thonë prokuroria në kërkesën për caktimin e masës së sigurisë, çka po pretendon në bazë të asaj, çka ka gjetë për klientin e juaj deri më tani? Jo vetëm për klientin tim, ata janë sipas prokurorisë janë bashkëkryer për të shohur se kanë kryer veprën penale në bashkëkryer vrasje në bashkëkryer SCC-ka. Prokuroria deri tash me provat që i ka siguruar deri tash, kuptohet policia përmes autorizimit të prokurorisë, është bazuar te provat materiale, kështu që është në hetim e sipër, është bo grumbullimi i provave të tjera. Prokuroria A mund të shme na tregu cili ka qenë roli i klientit tënd në grup? Në qenë se prokuroria po dyshon që këta kanë punu si grup i organizuar. A përcaktohet roli i klientit të juaj në këtë grup? Unë si mbrojtës i rilindit, duke bazuar në ato prova që deri tash i kemi, konsiderojmë që klienti jem nuk është i përfshirë fare në këtë vepër penale. Kështu që prokuroria pretendon se ai ka qenë një ndër antarët e grupit që në bashkëpunim edhe me antarët e tjerë kanë planifikuar dhe kanë përgatitur veprën penale me të cilën të shohët që kanë kryer. Në kërkesën për caktimin e masës së sigurisë, cilën e kemi siguru, përmendet edhe fakti që rilindi e ka taku pasi dyshohet që i mitur e ka kryer vrasjen, klienti juaj e ka taku dhe i ka thënë bravo ek. A shpërmend kjo gjatë seancës së sotme? Klienti im kategorikisht e refuzon se ka të bëjë, domthonë në çfarë do forme është i involvuar në këtë vepër penale. A ka pranuar se a njihet me të apo diçka? Përdor si alibi, thotë se prej orës 10 në mbrëmje deri në orën 3 në mëngjesit ka qenë me fejuarën ti, ka të kurrizuar me kështu martesë me te hoxha si e ka përmendur vetë, dhe thotë në s'kam të bëjë me këtë. A është njoft me kryesin e dorasin, a është njoft, a kanë folur për shoqërimin e tyre? A ka bërë shoqërim? Ai e përmend njërin nga ata që është shoqëruar te Baton Bianjarë. Cili është motivi, përmend cili është motivi që ka mund me shpërbletur në organizimin e një grupi për me ndonjë një kolet? Po ne po konsiderojmë se s'ka këtu fare grup, do s'ka pas planifikim as grup për organizimin e kësaj vrasje. Shumë pastaj po klienti ju thash edhe në parë që klienti kategorikisht e refuzon se është i involvuar në çfarë do forme në këtë. E ka mohu këtë edhe para policisë, edhe tash. Edhe tash. Domethënë është deklaruar ai pa fat. Deklaruar po i pa fat. Të gjithë janë deklaruar. Nuk e di tash vendon që ka. A kërkohet kjo masë tjetër apo vetëm vetë në? Ka masën e arrestit të plak, konsideruam se është masë e mjaftueshme për sigurinë e dyshuarit. Në rast në procese gjyqësore, premtuam se përgjegjësit do të jenë në mbikëqyrjen e policisë dhe do të respektojnë masën nëse gjykata e kanë masë. Ju jeni caktuar avokat në bazë të detyrës.